Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Omeri i biri i Khattabit radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Sikur të mbështeteshit në Allahun ashtu si duhet me mbështetën te, Allahu do t'ju furnizon të juve ashtu sikur se i furnizon shpendat. Ato paradite fluturojnë të uritura, ndërsa pas dite fluturojnë në kthim të ngopura. Çto përfundon hadithi, këtë hadith e shënojnë Ahmedi, Tirmidhiu e të tjerë, edhe hadithi si mas gjitha gjasëve është hadith i mirë, hasan, dhe më thonë hadith me të cilin argumentohet edhe veprohet, e në të vërtet është hadith me të cilin ne si besimtar duhet të frymëzohemi. Për shkak se dietarët thonë se ky hadith është moto, është formulë e rregullimit të bindjes në temën në kapitullin e mbështetjes në Allahun fuqiplot. Do të thonë është hadith bazë për shkak të një udhëzimi të qartë edhe shumë konkret, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kushtëzon zgjidhjen e problemeve të dunjas, e posaçërisht atë të rrezikut, e kushtëzon me një mbështetje, me një tawakkul në Allahun fuqiplot, pikërisht ashtu sikur se duhet me qenë tawakkuli. Pastaj dietarët e kanë trajtuar temën e tawakkulit, duke thënë se çka është ai në të vërtetë, cili është aplikimi i tij në jetën e besimtarit. Edhe kanë thënë se tawakkuli është mbështetja e plot e zemrës së besimtarit në Allahun fuqiplot, në të gjitha ato gjanat cilat i dëshiron, ka dëshirë me i ardhë, gjanat e mira, të dobishme, ato për cilat ka nevojë, ato cilat janë të këndshme, edhe njëkohësisht mbështetje e plot e zemrës së besimtarit në të ndjerit i sigurt nga ato cilat njerëzit druhen ose kanë frikë. Pra, secili njeri jeton mes dy gjanave, ato gjanat cilat ka dëshirë me ndodh dhe ato cilat ka dëshirë mos me ndodh. Ato që ka dëshirë me ndodh, të besimtari janë gjanat dobishme. Besimtari parimisht nuk i dëshiron gjanat e këqija, nuk i dëshiron gjanat e dëmshme. Besimtari i dën gjanat e mira, të dobishme, ato për cilat ka nevojë, sikur se është rreziku, është siguria, është dituria, është suksesi, janë të gjitha këto. Do të thonë për të gjitha këto besimtari ka dëshirë. Në të kundërtën, janë të gjitha ato gjana të cilat ka dëshirë mos me ndodh, që janë gjana të rrezikshme. Uria, frika, smundja, vdekja, dështimi, çfarë do lloj, do të thonë gjanat pa dëshirueshme, me të cilat ne përballemi. E thash në të dyja këto, në jetësimin e të dyjave, edhe me na ndodh ato të mirat, edhe me na ruaj Zoti prej atyre të këqijave, nëse e kemi një bindje të mbrëmshme se Allahu është ai i cili rregullon këto gjana, një mbështetje të fuqishme, jo thjesht veç bindje, se nganjëherë njeriu e din, por mbështetjen nuk e ka të nevojshme në Allahun. E në këtë rast besimtari pra nëse edhe i mbështetet Allahut se rreziku jam ka me ardhë, suksesi jam ka me ardhë, shëndeti jam, shërimi jam ka me ardhë, edhe e kundërta, sprova ka me kalu, e kështu me radhë. Në të gjitha këto nëse mbështetet edhe njihet i sigurt, atëherë që kjo është tawakkul, që kjo është mbështetje e plot në Allahun fuqiplot. Dhe Allah i madhruar për këtë temë në Kur'an flet shumë padyshim, mirë po e përmendi ajetin e surës Talaq, Allah i madhruar thot, o me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ai i cili e ka frikë Allahun, ai i cili ka devotshmëri për Allahun, Allahu ati i bën zgjidhje, i bën rrugdalje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, edhe e furnizon, i jep rrezik
prej andej ka ai nuk e llogarit fare, nuk e pret fare. Edhe deri çtu ajeti është i qartë, po dikush mundet me thonë ku është këtu tevekuli, se Allahu po thot kush e ka frikë Allahun, s'po thot kush i mbështetet Allahut. Vijimi i ajetit wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ndërsa ai që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Allahu i mjafton, do të thonë krejt punë, çka i vyn, Allahu është i vetmi ai i cili i ja kryen ato punë. Pse është kaq i rëndësishëm tevekuli? Ose me thonë, po mirë, nëse një besimtar ose një njeri e din se edhe të mirat edhe të këqijat janë në dorën e Allahut, të mirat vinë prej tij, po edhe të këqijat ai është që i nale dhe i pengon ose i ndryshon gjendjet e tyne. A mjafton veç me e ditë, apo do të edhe zemrën me e lidhë me këtë punë? Thot, dija nuk është e mjaftueshme derisa të mos prodhoj diçka konkrete. Do thonë, dija veç me e ditë se Allahu e bën këtë punë edhe e nal këtë punë, është e pamjaftueshme. Ajo dije do të me prodhu një mbështetje, një rehati, që kur gjo nuk ndodh pa lejen e Allahut fuqiplot edhe pa dëshirën e tij, pa planin e tij. Pastaj përtej kësaj, gjithashtu do të me e ditë edhe me besu se Allahu është ai i cili i bjen të mirat, Allahu është ai i cili edhe të këqijat kur i ndodhin njerit nuk i ndodhin pa lejen e tij. Allahu është ai i cili pastaj i largon ato kur të don, i çon për një urtësi të vetën, se sprovat funit janë ligji Allahut fuqiplot, edhe ato Allahu i çon për me i sprovu njerëzit, i largon kur don, kur të din Allahu që u arrit efekti, ose efekti pozitiv, ose efekti negativ, kjo pastaj është zgjedhja e njeriut. Se efekti pozitiv i sprovave është kur njeri del fitimtar. Efekti negativ është kur njeri korritet. E thash këtu Allahu me gjithë dijen e tij edhe me lejimin e ndodhjes gjanave, po Allahu nuk i çon sprovat për me i korrit njerëzit. I çon me u dhon mundësi me fitu, po i çon gjithashtu edhe për me i dallu të mirë prej të këqive. Andaj lidhja e zemrës së besimtarit në këtë aspekt duhet të jetë e plot. Zemra duhet të jetë e qetë. Jetu e lyp prej Allahut një gjë, mbështetja e Allahut se ka me ndodh. Ose ka me ndodh veç ashtu qysh Allahu don, jo detyrimisht ashtu qysh kemi ne dëshirë. Po funit zemra e besimtarit duhet me kon e qetë në kuptimin që nëse ndodh ndryshe prej asaj qysh ti ke pas dëshirë, ti prap me kon i pajtum edhe i kënaqur me caktimin edhe me zgjedhjen e Allahut fuqiplot. Për arsye se ne nga njëherë dëshirojmë gjana, synojmë arritjen e tyne, lutemi, i kërkojmë prej Allahut fuqiplot, po ato jo detyrimisht ndodhin. Ato mundën mos me ndodh. Dëshirat tona dhe dëshira e Allahut dallojnë. Dëshira e Allahut është e gjithë realizueshme. Dëshirat tona mundën me mbet dëshira, mundën mos me konë më të mirat, mundën mos me konë më të dobishmet. Me kalimin e kohës e shohim që pas kim lyp një gjë e cila nuk pas ka qenë më e mira, Allahu ta jep një edhe më të mirë se ato që e ke lyp, ose edhe më të mirë se ato që e ke dëshiru. Andaj, kjo është ajo pjesa e parë e rregullimit të këtij relacioni me Allahun fuqiplot, që zemra me kon e qetë me një mbështetje ashtu si duhet, qysh e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ju ti mbështeteshit Allahut, Allahu do t'ju jepte rrezik edhe do t'ju begatonte edhe do t'ju furnizonte, ashtu sikur se i furnizon shpendat. Ato në sabat qohen, janë nisën me fluturu, pa e ditë ku po shkojnë. Janë të uritura, pas ditë e kthehen të fluturu prap, të e ditë tash ku po shkojnë, po të ngopuna. Edhe pjesa e dytë e kësaj problematike që është shumë e rëndësishme, pothuajse sa e para, është fakti se mbështetja në Allahun fuqiplot, lypja prej tij, kërkimi prej tij, pritja prej tij, në asnjë mënyrë nuk na liron neve prej përgjegjësisë së asaj që na duhet me vepru. Pra, me u mbështet në Allahun po, mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë edhe me u mbështet edhe shpestë edhe fluturojnë, nuk rrinë në folet e tyne me prit tash çka po vjen. Mbështetja në Allahun duhet me konë, zemra rahatohet, ndërsa angazhimi në suazat të asaj që Allahu na ka udhëzuar edhe ka kërku prej neve, prap duhet me qenë
edhe për këtë punë, Allah i madhruar në Kur'an flet shumë, edhe i lyp punët, edhe i lyp angazhimet për i besimtarit, edhe na punojmë, angazhohemi, përmeqatemi, gjithë një me synimin që me u liru prej përgjithësisë, se ki përgjithësi nuk bën me jetu pasiv, nuk bën me jetu si parazit, por do të me jetu i angazhum, po jemi të bindur se angazhimi jonë nuk ka rol më të madh se sa na me u liru prej përgjithësisë për Allahut fuqiplot. Na punojmë, thojmë, punojmë për me e fitu idarën, po kërkosh nuk fiton atë sa ka qef. Një pjesë e madhe synojnë me fitu shumë, me fitojnë ma pak, se Zoti çashtu ka vendosur. Një pjesë e madhe punojnë, dikush tjetër punon për to shumë ma shumë, ky fiton ma shumë, ai që angazhohet shumë fiton ma pak e kështu me radhë, kështu që krahas tevekulit do të me i marrë edhe të gjitha ato sebepet legjitime të lejume, për shkak se kryerja e punëve tona na liron neve prej përgjithësisë, ndërsa është caktimi dhe zgjedhja e Allahut ajo e cila i bën gjanat me ndodh, pikrisht ashtu qysh kanë me ndodh, nga se na nuk kemi kompetencë, e tër kompetenca, i tër vendimi, i tër ekzekutimi është në dorën e Allahut fuqiplot. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.